Hoqë nderuar, çfarë rreziku ekziston për ata që bëjnë bidate dhe nuk e ndjekin rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Për ata që ndjekin bidatet dhe nuk e ndjekin rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, është rreziku se Allahu dhul Xhelal pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i ka thonë, kishtu qenë gjallë, i ka ardhur ajeti në vendin në Arafat. Ka thënë el-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Unë sot va komplotsuar, va kompërsosur juve fen dhe va komplotsuar dhuntin time dhe ju jam i kënaqur ta ndjekni islamin fe. Dhe kush mendon se nuk e ka plotsuar Muhamedi alayhis salam dhe shton diçka tjetër veç asaj që ka vepruar Muhamedi tu qenë gjallë, kjo quhet bidat. Në këtë bidatin, Allahu dhul Xhelal nuk e pranon sido që tjetë bidatin, ndash le tjetë me nijet, ndash pa nijet, kryesorja për të pranuar punat e Allahu dhul Xhelal duhet ketë di fakte. Fakti i parë është niyeti tjetë i pastër për hir të Allahut, fakti i dytë është që kjo punë tjetë legjitime, ose me Kur'an të urdhënohet ose me sunnet. Me Kur'an Allahu dhul Xhelal urdhënon ose me sunnet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka bëu këtë dhe ka urdhënuar. Pra sunneti pejgamberit është tre. Një është vepra vetë që ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe njerëzit e kanë pa se si punon pejgamberi, këta e kanë për detyrë ta ndjekin ata, dhe kur ka bëu porositje pejgamberi alaihi salam, edhe kjo është që duhet të ndjeket, edhe një kur e ka punuar dikush në prezencën e pejgamberit dhe pejgamberi alaihi salam nuk ja ka prish atij, edhe kjo quhet sunnet. Pra sunneti është tre, sunneti. Ky sunnet nëse nuk ndjeket, atëherë shtohet diçka, bëhet bidat. Nëse bën nukson, përsëri është dëm se feja është e plotësuar. Për shembull, kur është fjala e ezanit kur është, këto dihet se në fenë islame është gjithmonë një udhë prej fillimit deri në mbarim. Thirrjet në këtë botë, apo alarmat në këtë botë i të ndryshme. Për sa i përket alarmat që gjenden për fitimet e kësaj bote janë të ndryshme. Alarmat që gjendet në fenë islame, për shembull, ezani prej kohës së Muhamedit dhe deri në fund të botës, ç'ki ezan është, për herë i thret njerëzit. Ki namaz është prej atëherë deri në fund. Nuk ka të bësh mangësi diçka pikë kësaj, ai që bën mangësi për vete. Kurse në fenë islame këto mbeten të plota si namazi, si agjerimi, si zeqati e tjerë me radhë janë. Për sa i përket sendet tjera që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, e tregon hadithin Imam Buhariu, kullu ummeti yadkhuluna al-janna, krejt ummeti jem do të hyjnë në xhennet. Pra kuptohet, krejt ummeti jem do të hyjnë në xhennet, illa men eba, vetëm ai që nuk don. Kur i kanë bërë pyetje për kush nuk don të hyjnë në xhennet, ka thënë, men ata'ani dakhala al-janna, ai që më bindet mu dhe hyn xhennet, ve men asani faqad aba, ai që më rën kundër mu, ai njeri nuk do të hyn xhennet, nuk don, pra kundërshton. Edhe një hadith tjetër që është aleikum bi sunnati ve sunnati al-khulafa ar-rashidin, ju u takon që të ndjekni sunnetin tim dhe sunnetin e khulefai rashidinëve. Për sa i përket sunnetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, këtë sahabët ne kanë përcjellën brez mbas brezi derisa ka ardhur tek ne. Prej sunneteve që janë, disa sunnete janë të dukshëm, disa sunnete janë të msheftë. Prej sunneteve pejgamberit që ka pas sjelljet në kulm, moralin që e ka pas në kulm, këto krejt janë me kanë që të ndjekësh edhe sunnetet e mbrëmshme pejgamberit, njeriu bëhet musliman shumë i denjë, domethënë musliman shumë i mirë. Po sunnetet janë të përjashtme, për shembull, prerja e thonjve është sunnet, larja e dhëmbëve është sunnet, prerja e musteqeve është sunnet, lëshimi i mjekrës është sunnet, edhe sunnetimi që i bëjnë fëmijët sunnet, hiqja e kimeve që janë ndër sjetull dhe poshtë quhen sunnet. Me kanë që njeriu prej këtyre sunneteve një me të vërtetë ndihet përpara popullatës ndihet i ofenduar. Si për shembull nuk i lanë dhëmbët. Për shembull, kur gjendet përpara njerëzve ato kur e shohin se dhëmbët i ka të mbushur me bukë apo me diçka të pala, ato gërditën. Pra, shef farsunnetja. Një që i pastron dhëmbët, e dita duket më i mirë, ka erën, aromën e ka të mirë të gojës,
melekët i afrohen, shejtanët i largohen. E kjo është vetëm prej largjes se vetëm se duhet ta bëjë niyetin e lanë gojën me qëllim që të bjerë sunnetin e pejgamberit alayhis salam në vend. Prerja e thonjve, me kanë që i ka thonjë pa pre, thonjë të marrën atë llomin që marrën lloj mikrobësh, dhe mase çon prekën bukën, futën bukën, lloj sendesh, bakteri që i futën në bark, që ato janë smundje, pra prerja e thonjve të bëhet me qëllimin që e pret për atë sa është sunneti i pejgamberit. Kur e bën njeriu sunnetin e pejgamberit, të dihet se ka shpërblim gjatë jetës, edhe kur rejnë, edhe kur hecën, edhe kur flenë, i ka këto. Për shembull, lëshimi i mjekrës që është, se shpesh tek njerëzit kjo ka hini far mos marrëveshje, pse mbajnë mjekrën, këto janë kështu, janë çashtu, jo. Mjekra është sunneti i pejgamberëve, edhe jo vetëm i Muhamedit alayhis salam, por edhe pejgamberëve të tjerë. Kjo është sunneti për burra, nuk është sunneti për gra, sikur mos kishin pas gratë mjekra, çfarë do të bësh, ëh? A ka hi gruaja të ketë mjekër? Jo. Nuk i janë, Allahu xhaleshon i ka fal burrat, i ka fal me mjekër, për atë mjekra nëse lishohet për sunnet pejgamberit, atëherë kjo ka sevap, edhe kur rejnë, edhe kur hecën, edhe këtë e tregojnë edhe fëmijët e vegjël për shembull, kur hecish 2 vet, 3 vet, nëse je me mjekër, fëmijët afrohen, këndi ka hecën e njëri me mjekër, e thon selam aleikum. Nëse je pa mjekër nuk tapon selam, sa nuk mund të diktojnë. Pra sunneti i pejgamberit ka vlerë, e për sunnetin Allahu xhaleshon do t'i shpërblije njerëzit në ahiret pse kanë ndjek pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Tjetra ishte për bidatet to. Për bidate ka shumë bidatet më të këqij janë ato bidatet që janë në besim. Sikurse sektët që gjenden, pra sektët që janë larguar prej fesë islame dhe kanë fut bidate në besim, kjo ja prishin besimin dhe kima nuk ka asnjë farë të drejtë me besimin e vetë të krenuar se të shpëtohen në ahiret. Kurse bidatet që gjenden në vepra, këto bidat në vepra kanë gjinahe, po me këto gjinahe, nëse pendohet, shpëtohen, nëse nuk pendohet e ndjekën bidatin, nuk ka sevap në bidatin, po ka gjinah. Pra te ka fol Aisha radhiyallahu anha, pejgamberi alayhis salam ka thënë çdo kush që bën një bidat në fe, e futën në fe në sen që nuk është e fejes, kjo quhet bidat, ki bidat quhet dalalet, ki dalalet thot njeriu e çon në xhenem.